Por qytetari që e njeh secili me secilin, është mirë me thonë, Daut Haradinaj nuk ka qenë pjesë e luftës. Po mos e thuj në rrjetet sociale, shkon prokurori. Si është prokuroria, dhe thuj, Daut Haradinaj nuk ka qenë në luftë, po ka qenë në Gjermani me mu. Ose ka qenë Italia, në Franca, ku di unë, edhe ajë duhet me dalë para përgjithësisë. E kemi një task force speciale në Kosovë që merret me pastrimin e listës. Se e dha një shembull interesant, apo thu që ka në listë të veteranëve njerëz që s'kanë qenë hiç në Kosovë gjatë 100%. 1 miliard% jemi bindun, edhe muj me thonë që edhe unë vetë kum pa emra. që e din. Unë kum pa emra, dhe më thonë unë kum pa një rast që ishtë dalë për i burgut, për një krem dronë në Gjermani në 2004. Edhe kish mushaj formullarin, natyrisht se ka tërhek, po e di me emën, bi emën, kush është, nuk ja përmen emën, po e kish mush formullarin, jo në emën vlavë, se vlavë ka dek ndeshe, tash ajo nuk është arsiteme. Nëse vlavë ka dek ndeshe, është në një tjetër që ja lejon familjarët me apliku për të drejta që ja jep ligji për i veteranin. Po, njeri që ka dalë për i burgin, 2024 kishtë tentu e kishtë fitu statusin e veteranit, po natyrisht kur ka shku me i certifiku, nuk ju ka pranu se sistemi diku pi ka dhonë bloka ja. Kështu që më bërë me besu që ka.